Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga qelia lidhur me lajmin se SPAK e ka marrë zyrtarisht si të pandehur atë dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Meta shprehet se mezi e pret nisjen e këtij procesi gjyqësor i cili do të jetë i hapur për publikun. Sipas Metës, kjo lëvizje e SPAK-ut vjen me urdhër të Ramës me qëllim heqjen e vëmendjes nga vjedhja e zgjedhjeve të 11 majit dhe krimet zgjedhore. Ish presidenti shtoi më tej se do ta shpartallojë këtë sistem drejtësie që ai e quan të kapur nga Rama. Pas farsës kriminale zgjedhore që nuk mund të ndodhte pa ndihmën e SPAK-ut, edhe me rrëmbimin tim në mënyrë kriminale më 21 tetor 2024, siç e pan të gjithë shqiptarët dhe e gjithë bota, përshëndes përfundimin e farsës hetimore të tej zgjatur nga SPAK për shkak të zgjedhjeve, të nisur që në dhjetor 2019 nga Altin Dumani. Pres me padurim nisjen e gjykimit të këtij procesi, i cili do të jetë publik dhe do të faktojë botërisht se SPAK-u që nuk shikon krimin intelektual të inceneratorit që nuk ekziston dhe që lëshon urdhra arreste fiktive për terroristët zgjedhor duke i lajmëruar që të largohen, është vetëm një organizatë në shërbim të verbër të Edi Ramës që me task force-ën e saj anti-opozit i dha atij një mandat paligjshëm vetëm me qëllimin që të garantojnë mandatet përjetshme për veten e tyre. Nga sot ne nisim çmentimin e kësaj farse hetimore e cila kërkon të spostoj vëmendjen nga krimet e tmerrshme zgjedhore, edhe duke porositur titrat e mediat e inceneratorëve për publikimin e akuzave që nuk qëndrojnë, kur çdo shqiptar e di se Ilir Meta u rrëmbye në mënyrë kriminale dhe mbahet në izolim ekstrem me zero fakte dhe zero prova penale. Ne do të ballafaqohemi me të gjitha pseudo akuzat e formuluara nga Edi Rama dhe të nënshkruara nga mercenarët e tij. Ne do të ballafaqohemi me të gjithë dëshmitarët e prodhuar nga Edi Rama dhe që kanë patur probleme me drejtësinë dhe integritetin e tyre. Jemi të bindur në shpartallimin e plotë të kësaj farse kundër Ilir Metës si presidenti i Partisë së Lirisë, por edhe si ish presidenti i Republikës, i cili provoi botërisht në Komisionin e Venecias dhe kudo tjetër shndërrimin e reformës në drejtësi me 140 vota në Ramaform me 69 vota, shkruan Meta.